Përshëndetje miq, të gjithë ju që ndiqni ekranin e televizionit publik shqiptar. Titulli i këngës është Të çmendur pas perëndimit, bazuar mbi vargjet e poetit të madh Lazgush Paradeci. Ndoshta koha pa të drejt veproj që solli shiun midis nesh. Gjithmonë më thoje në qoftë se pa dashur gabon, falja në dashuri ekziston. Amate tu që vinin drejt mej tërkësi, me shkonim bashk për të shijuar qasët kur djeli ish në perëndi. Ne jemi grupi No Trust, ashtu si dhe vjet ne përfaqësojmë muzikën alternative, orkestrimi Jonis Qilit, muzika dhe teksti No Trust. Rida Rexhepi. Quhem Rida Rexhepi, titulli i këngës është Çudi kjo botë, e ka kompozuar vet, teksti Pajtim Xhela. Ta them nga parë. Quhem Rida Rexhepi, titulli i këngës është Çudi kjo botë, orkestrimi Alban Male, kompozimi Rida dhe teksti Pajtim Xhela. U studioj në Akademinë e Arteve, muzikologji. Viti dytë. Si është kjo botë është ndërtuar kaq keq, koha trëmben e gabimet si mreq, dashurin pranë e ke por nuk e ndjen, lakmon diçka asnjëherë nuk e gjen. Çudi kjo botë, një pritje pa fund, jetove vërtet ndër e feje. Çudi kjo botë, një pritje pa fund, jetove vërtet, si qenë ka kjo botë e vatë, e vatë në drejtë, të lone shpirtin
e ti mos prite mos dërlo, qenjë urt në këtë bot nuk e pse të jesh, duhet parëmbyer jetën të largohesh nga kjo bot, frikë të mos kesh, frikë të mos kesh. Kësisoj moj mike ime, ti mos prite mos dërlo, qenjë urt në... Ne jemi grupi autentik, vim nga qyteti i Gramshit, me një këngë e cila është kompozuar nga vetë ne dhe me tekst Pozajet Qosës. Orkestrimi Dorian Gjoni. Titulli i këngës? Larg. Rryma është një ndërthurje midis popit dhe disi alternativë. Do ikim ne, një ditë nafton, një çast që mungon. Mikrofonë pas. 1, 2, po. Lulo, çfarë do të karti? Hajde. Ne jemi grupi Quick Boys, tim nga Elbasani. Këngën e kemi kompozuar vetë dhe ka orkestruar Atëherë, jemi grupi Quick Boys, vim nga Elbasani. Si që keni parë dhe vjetë në ndoshta, kemi marrë pjesë në këtë kompeticion, është hera 2 që vim. Këngën e kemi kompozuar vetë, dhe për ta orkestruar kompozitori i shtetit tonë, Durim Çopja, të cilin e përshëndes. Titulli i këngës. Titulli i këngës për të vetën qëllim. Dhe tekstin e kemi. Lëret. Unë që se më në konë, se i herë kam në gjurë. Rinë qëndër. Kuj? 1, 2. Filloj? Atëherë, përshëndetje të gjithëve, unë quhem Liburnida Tartari, vi nga Tirana dhe do paraqitem me një këngë të kompozitorit Voltan Prodani. Teksti është i Jorgo Papingjit dhe është orkestruar nga Endri Sina. Titulli i këngës Prit dhe pak. Stil italianesk, kështu romantike. Kur të mbaj në krahët e mi, të dëgjosh si flasin zemrat, të tregoj ato që s'di, që i shohin vetëm ëndrat, të gjithë yjet si lexosh, me ti mbledhesh rrotull treje, e pastaj të në kërkosh, gjithë ato që do prej meje. Pritëm pak, qërsa dita të ketë zbardhur, prit dhe pak, ti me natën bashkë e ardhur, prit dhe pak, se kërkon të shkosh me natën, se kërkon
e parë e takimit midis pjesëmarrësve, midis konkurrentëve dhe grupit realizues. Është zhvilluar një takim shumë i këndshëm ku regjizori ynë Leonard Gjata nuk ka harruar të krijojë dhe një atmosferë të këndshme nëpërmjet kamerës së fshehtë, e cila është vërtet një kamera shumë dashamirëse. Atëre, përpara se drejtori i Radio Tiranës dhe udhëheqësi artistik, zoti Kaçinari, me gjithë stafin, të fillojmë këtë takim, jam e autorizuar nga drejtoria e Radio Televizionit Shqiptar dhe nga Komisioni për Zgjedhës i Këngëve të komunikoj disa ndryshime të cilat janë bërë në listat e këngëve për gabime teknike gjatë numërimit. Unë jam Vanjir Kozma, skenarist e festivalit dhe më ka ndërkohë të detyrë të vështirë nga që jam i jashtëm dhe jam marrë si personi më i ekuilibruar për të komunikuar të. Ju faleminderit. Pra, këngëtarët dhe grupet pjesëmarrëse në festivalin e Këngët e Stinës 2003 do të jenë përfundimisht Quick Boys, Albert Vrapi, Erinda Rexhepi, është Erida Rexhepi, Iqet Rudi dhe në vend të tij janë akullthyesit grupi. Gjithashtu është hequr Arbër Arapi me muzikë të Edmond Rapit dhe futet një këngë e Luan Zhegut të cilës nuk është vënë akoma. Eliminohet gjithashtu grupi Sphinx, Mirger Tusha dhe futet kënga e re Djemve të Detit. Tjetër është Liburna Tartari, Voltan Prodani, pra që është pjesëmarrëse, Notrust, vazhdon të mbetet si më parë, iqet Erisa Hoxha, Edmond Mancaku, vjet Sajmir Brau me të shoqen, nuk i se më kanë dhënë emrin, vazhdon Century Dance, Ernest Qili, Autentik, e 11 është Ariela Krasniki, Aranit Hoxha, Andja, skualifikohet dhe vijet në vend të Anisa Dervinës me muzikë të Edmond Rapit, Valmira Katana, vazhdon është Fisnik Ristemi, Adrian Kastrati, gjithashtu 14 është Ingrid Jushi, Edmond Gjulali, 15 Alban Kondi, me muzikë të Alban Kondit, 16 Klajdi Musabelliu, është muzikë e Adrian Ilës, Anjeza Shajini, është Edmond Gjulalit, dhe skualifikohet për arsye nepotizmi Erga Alili, që është me muzikë të Gazmen Mullaj, pasi Gazmen Mullaj është punonjës si radios dhe mund të kishte ndikime në përzgjedhjen. Unë ju kërkoj ndjes dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen, nuk i njoh personalisht se cilët ishin ata që u skualifikuan dhe për sqarime të mëtejshme do të vazhdoni me drejtorin dhe me... Falem minuti, skenarist. Të shi, përderisa dalin emrat në televizion, si ka mundësi të skualifikojnë emrat? Është një gabim teknik i numërimit të votave i Komisionit për Zgjedhjes të Këngëve. Pra, do ketë gabim teknik në televizion? Të shpresoj se nuk do të ketë, mundi më merr dhe keq, se bashkëpunimi personalisht. Më kuptoni dhe po. Se ta ngesë unë se më rgashi. Më kuptoj. Si që gari që s'di fare. E di se shpuna ma ngecë mua dhe unë e thash, nuk e quaj ngecje nga institucioni. Po që merr me do pislli dhe plera dhe... Nuk e quaj. Mund të gjeni një fjallor më të shtatshëm. Kush ishte tjetër i lutem? Nga ata pjesëmarrësues dhe nëse kanë një protestim mund ta thot tash, ka përcjellën drejtorinë e përgjithshme të Radio Televizionit. Kuptohet jo fjalët që tha zotëri. Kush ishte tjetër që është skualifikuar? Në vajzaj? Njëri tjetër? Faleminderit atë. Po? Këtë diçka nuk ka të bëjë lidhje fare. Emri im është Liburnida, dhe jo tat Liburna. Do mos ketë normalisht vërtet. Jo falenderoj për një kuptim.
Ke marrë shumë lart. Pasi po Të të buskeqe da vazhdojnë. Tash i është skenaristi fillojmë prezantimin i festivalit. Nart Gjata është regjizori. Zoti Kaçinari, drejtori artistik, drejtori dhe drejtori i festivalit. Selim Shmaku është kryeredaktori muzikor i festivalit. Ejo, një përshëndetje nga Ruti dhe XXL. Vim nga Shkodra, sjellim Gangsta Atmosferi, i cili është dhe titulli i këngës me muzikë dhe tekst nga Ruti, orkestrim të Jetmir Mehmetit. Është marrëveshje e mbaruar mes me dhe kundërshtarëve të betuar. Ata morrin që të frymzojnë, nuk prapë sken që ata të vazhdojnë. Edhe një herë si gjithmonë në për rrugë, natën e vonë në Gangsta Atmosfer pa dalë nga milion. Kjo është natyra ime, e ky është tipi im. Me vajza që më kërkojnë të jam person kërkim. Një përgjigje për i shokët e mi që nuk besonin, që gjithmonë më thonin që s'do jem si i mirë. Por tani gjërat ndryshojnë, të jesh si unë është e vështirë. Dy fjalë shtesë me vrunin e mlefit, një provokim i vogël, e dije se ti ja ke bërë verit. Jo. Do t'hajt sti, ne akoma ishim fëmi, por tani që jemi rritur transformuam në OG. Gjithçka shkruar dhe në fund botuar, po muzika rap jetë për ti që vazhdoni. Duke treguar nuk kemi kryer këtu vetëm për një recitim, por kemi ardhur se që doni. Një shpjegim e bukur as kur arrimon, edhe mendje i krijon e qoftë se nuk kupton. Si overdose të bllokon dhe gjok të rimat e zgjedhura që vin nga mendja jone, mos kujto se janë të vjedhura se emërtimi s'da lejon. Kështu jemi krijuar dhe shoqërinë kemi dalluar me njerëz që na respektojnë e njerëz që na kanë lëshuar. Si gjithmonë edhe këtë herë, ne vendesim Gangsta Atmosfer. Kënga vjen këtë herë, si përgjigje për të gjerë. Si gjithmonë edhe këtë herë, ne vendesim Gangsta Atmosfer. Kënga vjen këtë herë, si përgjigje për të gjerë. Jamar Verapi, vin nga Elbasani, titulli i këngës Ç'të të fal, muzikë dhe orkestrim Edmond Rapi, teksti Ledi Shqiponja. Të më duash në një qast kur helmi bav, më vriste pak nga pak. Çfarë të fal, ku të kërkoj kësaj bote val. Për ty unë s'ti kërkoj në asnjë gjuhë, nuk gjej dot fjalë. Deshe ti, ndaj prap jetoj, çfarë të fal, ku të vendos kësaj bote val. Për ty unë s'ti kërkoj në asnjë gjuhë, nuk gjej dot fjalë. Deshe ti, daj prap jetoj,
Atëherë, jemi produkti 28 nga Tirana, titulli i këngës është Loja, tekstin ja ka bërë Turian Hyska, muzikën Alban Kondi, orkestroi Flori. Po. Rryma i pop. R&B. Tani dua ta filloj, dua të tregoj një histori që jo nuk dua ta haroj. E nisa si një loj, si një fantazi, ne luani me shikime dhe shkrieshim në një. Ishim afër shumë, ekzistonin vetëm dy, ajo dhe unë. Ndiesha i lodhur paksa, i stresuar, po mbi trupin e saj isha shumë i letësuar. Dora më rëshkiste mbi lëkurën e ngrohtë dhe afshi më eksitonte e ndjeja o zot. Afronte si mirazh mbiste në trupin tim, nuk ishte vetëm seks, jo nuk ishte mendim. Tentoja ta kuptoja, por e kisha të kot, po luante në shpirtin tim, e kisha shkelur fort. Nuk arrita ta duroj, nuk arrita ta kuptoj, por arrita konceptoj se kjo është vetëm një loj. Ishte një dhombo shku ndjej frik, ndryqonte një dritë, por më shumë e bëje ti. Ishte edhe një shtrat ku ne kishim mbretëri, ishim ne të dy, jo vetëm ti. Ishte një dhombo shku ndjej frik, ndryqonte një dritë, por më shumë e bëje ti. Ishte edhe një shtrat ku ne kishim mbretëri, ishim ne të dy, jo vetëm ti. Ishte një dhombo shku ndjeja frik, ndryqonte një dritë, por më shumë e bëje ti. Ishte edhe një shtrat ku ne kishim mbretëri, ishim ne të dy, jo vetëm ti. Ishte një dhombo shku ndjeja frik, ndryqonte një dritë, por më shumë e bëje ti. Ishte një shtrat ku ne kishim mbretëri, ishim ne të dy, jo vetëm ti. Bashk me punë në arë, në fabrik, ka ardhur ashtu si pa unë djerë, e ka trokitur në zemra tona pranvera jonë e bukur socialiste. Të dashur spektator, telespektator dhe dëgjues të radios kudo ku jeni, mirë mbrëma. Pranvera po afron dhe hapat e saj, lullëzimin e saj e ndjejmë të gjithë në jetën tonë. E gjejmë atë tek lulet që po çelin, tek cicërima e zogjve, por mbi të gjitha tek njerëzit tanë. Pranvera e si vjetme vjen si një lajmëtare e gëzuar. Të dashur spektator, telespektator dhe dëgjues të radios, mirë mbrëma. Drejt për së drejti nga Teatri Operas dhe Baletit, po fillojmë koncertin Kur vjen pranvera 1987. U bën 3 vjet që me këtë koncert e sjellim me këngë stinën e bukur të pranverës, trokitjet e saj kemi ndjerë në lullëzimin e mimozave të para, në cicërimën e zogjve, në këngën e plugjeve, në blerimin e grurit e të bimëve që rrit toka jone bekat. Dashur spektator, telespektator dhe dëgjues të radios, mirë mbrëma. Drejt për së drejti nga salla e Teatrit Operas dhe Baletit, po hapim koncertin Kur vjen pranvera 89. Të dashur shikues, teleshikues dhe dëgjues të radios kudo që jeni, mirë mbrëma. Drejt për së drejti, nga kjo sallë e Teatrit të Operas dhe Baletit, po çelim koncertin Kur vjen pranvera 1990. Stina e pranverës ndjet kudo. Në çdo hap toka ndjen lullëzimin e saj dhe për të rjetë. Ndaj dhe zemrat e poetëve dhe kompozitorëve tanë i bën fjalët këngë në këtë pranverë të vitit 90. Urojmë që të gjitha këngët e këtij koncertit të marrin fluturimin e tyre drejt zemrave që i duan ato. Sigurisht, zemra që do këngën di dhe ta këndoj atë.
Ju përshëndes të gjithëve ju që sonte më dhuruat duartrokitit e para të kësaj mbrëmjeje. Të nderuar spektatorë, telespektatorë dhe dëgjues të radios, mirëmbrëma. Së pari ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në këtë koncert, i cili është vazhdimi i koncerteve të pranverës, por këtë radhë kemi titulluar Këngët e Stinës. Kam kënaqësi që si partner në drejtimin e këtij koncerti të ftoj aktorin Mirush Kabashi. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se u gjejmë. Të dashur spektator, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në koncertin tonë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve. Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, dhe mirë se keni ardhur në spektaklin tonë. Zonja dhe zotërinj që keni zënë vend në këtë sallë natyrë, në një nga ndërtimet më fine të këtyre viteve, ju falenderojmë për predispozicionin tuaj. Ju miq të dashur që na ndiqni nëpërmjet ekranit, urojmë të qëndroni gjatë me ne këtë mbrëmje. Ju ftoj të gjithëve në një duartrokitje. Ju falenderit për organizimin. Ndoshta pak me vonesë, megjithatë këngët e Stinës do trokasin sonte në shtëpitë tuaja. Ato do të vinë si një puhize freskët në këto ditë të nxehta që po kalojmë. Ne na pëlqen të mendojmë se arti, si e gjithë jeta jonë këto muajt e fundit, vetëm sa është tronditur, por nuk ka shterur. Cila? Sonte është këngëtarja Fioralba Kafazi dhe kështu e ka veshur kompozimi Edmond Zhulalit me tekst nga Agim Doçi. Ekstravagandje. Të dashur miq që keni zënë vend në sallën e Pallatit të Kongreseve, ju përshëndes. Kam kënaqësinë, faleminderit. Kam kënaqësinë të çelim bashkë këngët e Stinës 99, në një pentagram që ka në nota të gjitha Stinët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Padyshim, të gjithë ju që e doni muzikën, interesoni më shumë për zemrën e këtij aktiviteti, këngën, apo jo? Vështirë të vish në këtë skenë qetë pas një shtrektimit të gjatë, madje edhe duke vallëzuar. Mirëmbrëma spektatorë, telespektatorë dhe dëgjues të radios. Përshëndetje! Përshëndetje!
jo rastësisht ndodhim këtu. Sapo kam mbaruar së kënduar i simfoninë e ritmit për t'ju uruar sipas mënyrës sime mirëseardhjen. Dhe ju tashmë të gjithë e dini që në datat 7, 8 dhe 9 qershor, 7, 8 dhe 9 qershor, 7, 8 dhe 9 qershor, 7, 8 dhe 9 qershor. Ne do të jemi drejt për drejt nga salla e Pallatit të Kongreseve për të ndjekur së bashku festivalin Këngët e Stinës 2001. Çfarë po ndodh? E në fakt asgjë nuk do të ndodhë, është thjesht titulli i këngës që do të interpretohet në këtë moment nga grupi No Trust. Mbas kësaj këngë, në skenë do të ngjitet një tjetër këngëtar i cili nuk do të thotë më çfarë po ndodh, por do të thotë se diçka ka ndodhur në shkollën e dashurisë. Në çdo blok të bashkë, të bashkë, shoh të milisht, hapit tim të pashkë. Gjejti rrugën them, kur të flasi për shëndem, ma thoni ju se unë se di, a duhet pa nga fshehin zemra dashurim, të dashuroj, të dashuroj, doja me rene jo në dua të gaboj, kaj dojë dojë fjallës disi të gëton, Në tuaj, o tokë, o qiellote, o Zot, më thuaj, nga shoni thellëllim vjetjen zëri saj, universin e jetës kërkon të ma pushtoj, e kështjellën e zemrës ma kthen në rënoj, më thuaj, o tokë, o qiellote, o Zot, më thuaj. Ne besuam si fëmijë, ne besuam të dashuruar, se kënduam let it be, ndaj doronim të përgjuar, po ku ishe ti o Zot, për një qast kur të mohuar, fal në ti dhe mjaft me lor, veç të kësis kam për të besuar, po ku ishe ti o Zot, për një qast kur të mohuar, fal në ti dhe mjaft me lor.
këndoja ka zbuku, sa nuk arije do të moj flutu, më kishe zirin, më kishe zirin. Po kur të dy kërcenin bashkë, po kur të dy këndonin bashkë, na kishin zirin, na kishin zirin. Dhe ne po njëri tjetrin u bëma përëndim. Feels again, edhe sot e këtësejmë, edhe sot e këndojmë, me ata pasion, emocion, këngë dashur son. Oh, twist again, twist again, edhe sot e këtësejmë, edhe sot e këndojmë, me ata pasion, emocion, këngë dashur son. Oh, twist again, twist again. Por unë të duhe, do të në dashuri. Jemi bashkë, por jam dhe huaj, fjallës në ti. Unë të flas e ti përgjigjesh, por nuk ma dëgjon. Përsëri sun të dua, ti fluturosh. Se ti e di, se në vetëm jas, mund të dënon. Mos më thua jo, duhet të më vjen, se na heron jo, se na vetëm jas, mund të dënon. Mos më thua jo, duhet të më vjen, se na transformon, jo. Liri, sjarrisë amorës, Liri, gjuhena. Sillte kun kaq mau, stipse dhe trishtin, dhe pak nostalgjil, ma shumë sjell dashuri. Sa mbane tyre, ti të dashurisë, do të vjene ti, jema e kuver ti mere. Sa mbane tyre, ti të dashurisë, do të vjene ti, jema e kuver ti. Ishte kohë, ti kishe vendosur të shkonje, një jetë të re të filloje. Krava kur du të qenë, shurë si asë herë. Të përqafoj të bukata, në këtë dritare, kohen vras, sheve shtrim, ti e zan, kujtimin tënë, sot kërkoj me marë. Se do të flas një fjale, do ta the prap, do ta tregoj ëndrën ai sa sy të ti hap, zërin do ta çoj derisa të zgjoj, që të jem pranë, unë ylberin do ta kaloj. Jam te për lajkazdi, dhe për lajkazdi, edhe më kate tua, ish moj si dhut. Jam Agnes Dashaini, vjen nga Tirana, do këndoj një këngë të kompozuar nga Emon Zhurali dhe orkestruar dhe me tekst të Jorgo Papinxit. Nëse do të ndodh një ditë. Nëse do zgjohesh ti një ditë, e do kërcesh nga lumturia, mos u çudi, të ka trokitur dashuria. Nëse do të vi
jam Merga Lidaj, tekst muzika dhe orkestrimi, Razmet Mullaj. Titulli i këngës Fjalët që s'u tham dhe vjen nga Tirana dhe studion në Liceun Artistik për Piano. Fjalët që s'u tham ngjajnë anijeve me vela që ikin detrat larta e s'kthehen më kur. Fjalët që s'u thanë do të mbeten të pathëna, do mbasi e shuhen në hapësirë. Më të thjeshtat fjalë rin brënda, thellë zemrës të vend kanë thënë, ato dy fjalë që lama bajtën. Për mi paru let në flutur, në një det këndojnë në thoshtë, po tani ku jem, va unë ku jam. Fjalët që s'u tham me t'erës mund t'japem, mos vallë do të gjeja, tek unë atë të kthej, ndoshta mos ma kujton gjërat e syve blu si deti, atë lullet atë thoshtë, ju ti mos ma kujton, tek unë e rini bashku, atë prek me valë, atë gjë mos ma kujton, atë parka atë bulvardë, atë këngë tonë, mos ma kujton, qashtin e fundit am të mira, kur pamë njëri tjetrin. Quhem Eris Hoxha, vjen nga Tirana, këndoj këngën Një natë vere, të kompozuar nga Edmond Mancako. Orkestrimi i hyrë Më kanë bërë një këngë po e këndoj unë. Më kanë bërë orkestrimi. Ka problem. Unë këndoj një këngë. Gjo gocësh, heci cik morë para. Hec pak më kështu, pak më këte, pak këte. Hec. Mirë më regu, Kanë kequrë, qanë të afrojë, ti më s'kane më të një më. Regulloje, Regulloje këtu. Seke, zëma. A ke atë shtyllët e të gjonët? Po, këtu. Quhem Eris Hoxha. Quhem Eris Hoxha dhe vjen nga Tirana. Quhem Eris Hoxha dhe vjen nga Tirana, këndoj këngën të titulluar Një natë vere me tekst Edmond Mancako, të orkestruar dhe të kompozuar nga vetë ai. Me kujdetit mundohen t'i flas, shmendimet bashk me dakët për plas. Diku larg, një kitar nostalgjin më sjell pran, sonte eci vetëm, por jo vetëm nuk jam. Vetëm melodi, vetëm dohem boton të shumë, një cigar këcaj të tjerë këndoj, si për që ti më fton, bashk me tonë nis dhe vazhon, në të rritë nate, kjo kitar na bashkon. Dua sot e ritmi të vazhdoj, dhe bashk me të, dua veten të haroj, kjo muzik, me valët e detin gjëson, nata po mbaron e ëndrën ma trazon. Dua sot e ritmi të vazhdoj, dhe bashk me të, dua veten
Ariela. Hajde sukses. Prova. Jam Ariela Krasniq. Aranit Hoxha. Jemi nga Tirana. Jam Ariela Krasniqi. Aranit Hoxha. Jemi nga Tirana. Titulli këngës son quhet One by One. Muzika Andja, teksti Mimoza Ahmeti, orkestroi Andy DJ. Dance. Ndodhemi në studion apo më mirë në ambientet e shtëpisë së maestros Ferdinand Dede, është dhoma ku ai punon, pranë pianos së tij e cila është objekti më i dashur për të. Dhe jemi në prag të festivalit Këngët e Stinës 2003. Si filloi ky festival, ky koncert? Atëherë quhej koncert apo jo? Ka filluar në vitin 1985. Si filloi? Koncerti i pranverës. I lutem, ka qenë një nismë, ka qenë një ditë që unë kura kujtoj me zhe të merë me thëmë dhejtët. Është një moment edhe më thë drejtori. Më thë drejtori Marash Hayati. Thotë Ferdinand, si mund të bëjmë një aktivitet jo me orkesë madhë 60 veta, po të bëjmë me 20. A e banë do të më thamu? Thashun, sa thatë juve dhe do, 20? Mendoj që e bëj me 5. E mora Avni Mullë, mjeshtë e madhë, artistë e madhë popët. Mora Argim Prodanin, artistë e popët, mjeshtët e këngës, më thëmë dhej. E ka menuar fuzionin, që do më thëmë me 5 veta du të kesh fuzion. E si bëhet këj fuzion? Atëherë unë qëtë 2 kitara elektrike, një bas, një akompajament, një bateri, me gjekun që është atërë, edhe një piano. E thash, do jem piano dhe në organo. Për herë bëhet kjo instrumenti synthesizer, që quhet organo i thoshin për para, e unë e mora për si. Punoj me këngëtarët, me Emma Qazim, Bashkim Alibalin, me Luan Zhegun, me mjeshtrin, me Kozma Dushin. E ku i majnë me në gjithë, ato e dinë ma mirë të klasin për mua. Ato mund të thonë. Edhe unë zjata me festivalin e pranverës, se që uveç, e dinë dhe gjithë popullë shqiptar, dhe në 8-9 vjetë, pastaj e lash edhe dërzhova generatës më të re, edhe mendimit më të re, naturisht, vetëm unë nuk do t'isha aji të maja, të uzurpuar një aktivitet. I mbani mend emrat e orkestrantëve, sepse ishte formacioni i parë orkestral apo jo? Po.
Gjeku në bateri, që quhet Muharrem Daud, Edison Miso, Edi Vogël që i thoja, Edi Gjani, edhe në flaut Raimond Maloli, edhe në piano e maj men emrin të Ferdinand Deda. Këngët e festivalit Pranverës jetojnë dhe do të jetojnë pa mos i shenë me 5 instrumenta. A dini ju që më thanë mua aty në kontrol, kur boja prova, e erë nga komitet që dorë, hiqi kitarët marrë pa pianos, elektrikit. A dini këte? Se dini. E kuriozitet, urdhë. Po jo i thashu se duhet dalin janë balorë, se pak du në 5 instrumenta kam, edhe këto të më që, në qifi më dhe mu, më dhe urdhë. Dikush, e më qefa kitarët, më rape pianofortës. Turp. Na 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 Baba wait away Në tua të tua urita Konele Ti më frete para Ti futa ato tua Fushur plot me ma Në shdo rrugën tënde Në shdo plot të Në ardhi, tamam. Ne jemi Center Dance, qëndrojmë në Tiranë. Do këndojmë një këngë R&B, megjithëse grupi kërcen breakdance. Teksti Center Dance, muzika Ernest Çili. Orkestrimi Ernest Çili. Për ty. Së ju më shë bukur afrohu tek mua E shuaj zjarin tim ti me putjet e tua Sa po të afrohem apat një shpejton Fjallet e mija ti as që i dëgjon Nëse je e dashuruar përse nuk më tregon Gjarë për ju të pohem, trupin të rethoj Nëse do një tjetër, në shpirë do të helmoj Si ushtari me përsa për ty do të luftoj Për ty jetoj, sikur se këtë këngë vetëm ty ta kushtoj Kërkoj diçka prej teje, unë më i vajz në të bot Më mirë leta vdesat, më tu është i idiot Idiot Dojë të kisha në sytë e mi Ti u largove më lënë vetëmi Idiot Dova të roja, por ishte kot Sytë e mi pikon i lot Dojë të kisha në sytë e mi Ti u largove më lënë vetëmi Sytë e mi pikon i lot Po shko gjaj ma globi shpirtit tim Në gjëndër shumë lartë dhe jetojnë vetim Ti e si një yllë që shumë lartë dëgjon Kërkoj nga kem pram, por ti refuzon Por ty mendoj, të risa të vdes Por ty do të këndoj, ty të vërtroj Fshjerë që tek sa ku së qesh Mikun më të mirë, mua do më kesh Ty të kërkoj, t'esht të adhuroj Zemra i më kërkon t'i qkarpe te O yllë që ndëgjon atje te Kërkoj atë vajzë, por më stuaj nuk e gjej Përshëndetje, jam Anisa, vi nga Elbasani. Anisa Dervina nga Elbasani. Kënga ime titullohet Ti duhet ta dish, me tekst të Ledi Shqiponjës dhe orkestrim të Edmond Rapit. Edmond Rapi. E piva djelin dhe kalë tërsin Bashkë të shijojmë gjë në harim E mora dhe s'piva erdha me ty Veten e pash më kishe në thyr Të shko sa do lartë me ty qëndroj Me ty t'do dhimbje do di ta duroj Por duhet ta dish në shtrimi se njo S'lejoj t'më lëndosh më fyes jo jo Ti duhet ta dish su që një e brisht I apjetës tjetë e frymë dashuris Kryoj bukurit e mbaj bukuri
Unë jam Ingrid Jushi, vi nga Tirana me këngën e orkestruar dhe të kompozuar nga Edmond Xhulali dhe me tekstin e Gjok Becit, kënduar nga unë. Titulli nuk mund ta di. Rryma dance besoj. Nuk mund ta di me siguri sa do të zgjas mes nesh kjo dashuri. Nuk mund ta di me siguri sa do të zgjas mes nesh kjo dashuri. Por unë e di kur të takoj në sytë e tu dhe të shikoj. Por unë e di kur të takoj në sytë e tu dhe të shikoj. Ti jeton në sytë e mi, jetoj në sytë e tu, kërkoj me dashuri, prej meje gjithashtu. Jeton në sytë e mi, jetoj në sytë e tu, kërkoj me dashuri, prej meje gjithashtu. Jeton në sytë e mi, jetoj në sytë e tu, kërkoj me dashuri, prej meje gjithashtu. Jeton në sytë e mi, jetoj në sytë e tu, kërkoj me dashuri, prej meje gjithashtu. Nuk mund ta di me siguri se çfarë ndjen ti kur ve. Ja, fisni Krishti. S'ka problem. Mund fillosh? Unë jam Fisni Kristemi, vi nga Gostivari, deri në ti. S'ka problem. Hiç mos u shqetëso. Fistik, hajde që pak shumë. Opa, aty i dashur. Mund fillosh Fistik? Unë jam Fisni Kristemi, vi nga Gostivari, deri në Tiranë për të marrë pjesë në këngët e Stinës me këngën Edin se të dua, Edin. Asnjëherë do të mundem ty më të harroj. Në zemër do të mbetet vetëm një plagë për gjithmonë. Dhe çdo çast do të kthehem thuaj, për ty nuk është vonë. Në sytë e mi vetëm lotët kanë mbetur e shpirti im. Deri tani është tretur kur jam i vetmuar. Mendoj vetëm për ty, shpresoj se bashkë do t'jemi përsëri. Edin se të mduaj, din se të dashuroj. Asnjëherë do të mundem ty më të harroj. Në zemër do të mbetet vetëm një plagë për gjithmonë. Dhe çdo çast do të kthehem thuaj, për ty nuk është vonë. Kur jam i vetmuar, mendoj vetëm. Unë jam Klajdi Musabelliu, vi në këngë të Stinës me një kompozim të Adi Hilës dhe teksti i Jorgo Papingjit. Kënga titullohet Se jam naiv. Unë provimin e kalova, fitova nuk e di. Po kujdes se po mësova, ku do futesh mjera ti. Nuk e di në kam gabuar, është e para dashuri. Puthje parë që kam provuar, sa je puthur ti se di. Ti kënaqe se gabova, dhe me puthjen ti me qesh. Tjetër puthje po provova, ndoshta ti s'do më pëlqesh. Në dy vetë që dashurohem, një me puthjen qesh, e thalle tjetri puth me të vërtet.
Ishte gjithçka çfarë kishim përgatitur sot në natë përpara. Por nesër çfarë do ndodh? Në orën 20:30 në teatrin e Operës dhe Baletit do të jenë 18 konkurrues, të cilët do të sjellin magji në përmjet ritmeve të ndryshme rinore në skenën e teatrit të Operës dhe Baletit. Dhe surpriza më të këndshme ju presin nga grupi realizues i këtij spektakli, tip festivali. Pra, jeni nesër në teatrin e Operës dhe Baletit dhe për ju që nuk keni mundësi të na ndiqni në teatrin e Operës dhe Baletit, mund të vini në ekranin e televizionit publik shqiptar, duke ndjekur Këngët e Stinës 2003. Mirupafshim. Proprio. E come faccio? Io quando ho te vicino penso solo a questo, Rita. Ma tu sei tutto matto. Però io ti amo lo stesso.
Buon ragazzi. Ragazzi, orologi in silenzio tutti, grazie. Nero. Ragazzi, fermiamoci, grazie. Azione. E voilà! Capriccio andaluso, un cocktail di mia invenzione, mi sono ispirata ai film di Almodovar. Complimenti, sei unica. Se non esistessi dovrebbero inventarti. Beh, per fortuna c'è qualcuno che se ne accorge ogni tanto. Ma dai, che lo sai benissimo e ti vogliamo tutti bene. Però fa bene sentirselo dire. E allora te lo dico. A Silvia con tutto il bene che le voglio. Ops, ops e via. Oh, Non ti ho ancora ringraziato. What?